kjo fundjava ka qenë flak fare. Për ne. Për ne. Për ne. Por jo për ju nga shtëpia. jo për një nga gocat tona të pamanualit, që ne ishim bashkë dje kur kemi mbajtur barkun me dorë nga qeshurat, por edhe jemi skuq nga sikleti kur ajo na tregoi historinë e saj. Dhe unë i thash, Amelia duhet ta ndash këtë historinë me një herë tek pamanuali. Burrash. Tani, regjia të lutem, telefononi pak Amelian edhe dëgjoni pak çka ka për të thënë. Tum tum. Tum tum. Amelia. Hello. Hi. O goca me historinë më të sikletshme ever që un kam dëgjuar ndonjëherë, nuk e di për këto dy të tjera. Unë E mbaj me nder këtë titull. e ke bë dekorat besoj këtë dhoma, ke koka krevatit. Na trego pak, tani ti te grupi pa manualit dje, po na tregoje historinë e sikletshme siç e thash të këtij djalit me cilin ishte takuar. Na trego pak si nisi, si vazhdoi dhe si bitisi, se jemi gjithë sy e vesh se duam ta dëgjojmë prapë dhe të shihim prapë. Të sikletshme dhe super të çuditshme, do thoja unë, po çdo gjë nisi në Tiranë, në Verë. Unë kisha ardhur për pushimet e Verës, sepse jetoj në Gjermani, kisha ardhur atje me pushime. Edhe njoh këtë djalin që në pamjet parë ishte, domethënë, aparenca ju e pat, super nice. Ishte shumë yll për zotin. Shumë king. Edhe folëm pak, pastaj ky më ftoi për datein e parë që shkoi shumë mirë. Edhe deti i dytë shkoi shumë mirë, pastaj mua më duhej të largohesha për këtej. Ishit në Tiranë ndërkohë, të këto dy datet, shkon shumë mirë. Po, dy datet e para ishin në Tiranë dhe ishin super, domethënë asgjë për të marrë X-a, asgjë për të marrë red flags-a, ishte shumë okay. Pastaj filluan të flisnim me mesazhe, bënim kështu video call, se unë erdha këtej ku jetoj. Edhe një ditë bukur duke u ngacmuar kështu, ky e bëri fakt sa unë do vi tek ty. U vetë ftua. Prej biletën sa u vetë ftua. Fjala e dur është u vetë ftua. Dhe unë tani në gjithë këtë vetë ftimin e tij prisa që të paktën thonte, shiko se po ikim me një hotel. Jo, motor, turisti erdhi për ndetë shtëpia ime. Kishte marrë çantë shtëpinë? Do të thënë ai erdhi nga Shqipëria në Gjermani tek ti për të qëndruar te shtëpia jote. Me backpack, po. Ai ka thënë, gjithmonë kam dashur shkoj në Gjermani, po gjeta dhe shtëpi, afton. Po pastaj. Okej, erdhi këtu, nata parë ishte okej, se ne dolëm, pim prap, ishte nice, erdhëm në shtëpi. Tani çdo gjë filloi ditën e dytë. Ditën e dytë mua më del gjumi në orën 8 mëngjesit dhe shoh një njerëz që po më bënte stare, pra më kishte ngul syt. Po të shifte kështu. Po më shifte, unë sa isha zgjuar nga gjumi, një sy hap, një sy mbyll, flokët, e dini ju. Çohem dhe kthehem dhe I them, po ti s'ke fjet fare? Jo, thot, se ne inxhinierët nuk flem. Mos ishte nga fieri ky, ka qenë të ysht, të pa në sy. Moj, po, do të është romantike, do të ka thënë, sa e bukur është. O, Amelia, po ka menduar që je për t'u adhuruar, mi gotë. Ami ju, si manjak, ai erdhi për herë të parë aty, tu e pan, kokordhok sy, të qime mjes. Po, mi ka mendu të shef, aty e ke parasysh ato filmat romantik që ai zgjodh dhe shkratet. Po, filmat romantik se ai te jut, shefet e të vret në gjumë. Ju larg shoft. Nuk ishte rasti, nuk ishte as pak romantike, ishte shumë awkward situata. Do të thonë unë ndjeva siklet në shtëpinë time. Tash ç'a drejqin, nuk ishte bova kiçët. Dhe ishte edhe pak hiperaktiv. Çoj që në 8 edhe kishte këtë planin e ditës para ku do ikim, do shohim filan monument, filan muze, filan. Ai ka ardhur me guid voj motor, po ti e ke kuptuar. Ai ka ardhur me guid. Jo, Gjesi ti mos fol, se unë prej te e hëngra. Ja kam rritur mendjen gjithë inxhinierave. Më keni turpëruar me vajzat. Që në pikë të mëngjesit hapim qytetin atë mëngjes. Shkurtër Gjesi e pinte. E pinte kafen e shkurtër. I plotso ka gjitha kushtet, që ka inxhinier, kafen e shkurtër. Si qik. A kishte Samsung apo iPhone? Po prit. Dhe tani, përveç pjesës së zgjimit, çdo gjë filloi tek dreka pastaj, që ky po fliste për nuse, fëmijë, shtëpi me oborr, qen, kështu muhabete. Familjar, më çdo do ti. I pas ka patur planet e qarta çuni me ishte shumë I kalkuluar. Çuni ka ardhur, ka thënë po letra ke ti. Po sa do thonë paske, dokumenta ti ke? A ke letra gjermane se mos ka pa për letra gjermane? Po, goca, kam dhe letra, po dhe që ishte më fani që vazhdimisht thonte
ua, po se ti e pas këtë në qendër shtëpinë, se unë mendoj që e kishim në një fshat. Bashkëmisht. Nuk e di, a është për të qesha për të qajt kjo fjalia që thaj. Dhe mbas dreke unë aty mora ikun përfundimtar dhe thash shiko, ky djali nuk bën dhe tani gjeja mënyra si të shtyja kohën se ishin dhe 2 ditë. Kështu që rria gjithë ditën rrugëve e Guida e kinezëve me flamur, hajde. Dora eksploruese aty me. Mirë që s'ke marrë dhe na i mikrofon që të flisje me kufje në vesh. Në të djathtën tënde ndodhet muri i Berlinit dhe në të majtën tënde rënçti brenda. Tani gjëja tjetër ishte goca që ky ishte merre me ndërthim. Dhe kishte kallo në dorë. Po nuk ishte problemi vetëm që kishte kallo. Problemi ishte që këto kallot ky i hante. Hante kallot dhe hallo. Hallot edhe kallot bashkë i hëngt inshallah. Ai bështynte masi i hante? Jo. Po, bënte duhet një ASMR për ta treguar fikse. Ja bënte domethënë. Ja bënte kështu. Po, brava. Po mirë, priti herë se unë do bëj avokatin e djallit këtu. Tani. Jepi. Kallot e Dora kanë edhe çuna që bëjnë palestër dhe ngrenë pesha dhe kanë trup bukur dhe kanë kallo dhe ne nuk themi për këta çunat na japin. Themi, të blej doreza, krem, të preki fytyrën ai me të ndjesh kallot gunga në fytyrë. Po mirë mi gru, pritmi Amelia, se ne jemi goca kërkojmë çuna që punojnë. I themi çunave duhet punoni të keni karrierë. Këta punokan që kanë inxhiniera tani nuk na pëlqejnë duart me kallot, ç'a du mi gru? Duar ti vë krem ose minimalisht mos i ha kallot në publik dhe ti pështy. Ha Amelia? Minimalja. Mos ha e para është kjo, minimalja mos ha kallot. Domethënë i ke mbaja aty bëj çat mundesh që ti fshehësh, që tani ti ekspozosh më shumë. Dhe tani, me që i duam çunat që punojnë, unë e di që çunat që punojnë dhe lahen. Nuk lahet njeriu në 4 ditë një herë. E gjeta. Më fal, qëndrojte ti 4 ditë dhe u la vetëm një herë? U la vetëm një herë. Më ndoshta ai nuk ka. Unë e gjeta Amelia, ai ka dash nga që ka thënë i kam shkuar tjetrës në shtëpi, ai nuk ka dash të harxoj ujin. Ka mendu se do i tarifoje ujin mi gru. Po s'kemi kështu problemesh, po mirë që u la vetëm një herë. U la një herë, atë herën që u lash goca, peshqirët nuk i përdori. Unë nuk e di me çfarë fshi. Ai ta themon si u fshi, ka dal nga dushi, pluq, ka dal mund mes banës, ja ka thënë helikopter. Po të paktën masi u la biri botës, a vinte nai era shampo era. Jo, sepse problemi ishte që nga ju e dini se janë banjot e gocave, aty ke shampo për çdo gjë. Ai nga që është inxhinier, nuk lahet me shampo gocash. Normal. Të vi ai. Nosa i ke pas dhe peshqirët roz, ka thënë ai të viu era femër. Ja dash peshqirin. Ja dash ju peshqirin. A shkove tualetë? Në këtë moment, po mendoj mos ndoshta nuk ka përdorur asnjë lloj shampo, i thjesht është lara vetëm me ujë. Është lara ta tani në dush, me ça ujë ka ra nga koka, është la dhe poshtë, kështu ja ka fërkuj. Edhe pastaj ç'a ndodhi si është i qafe, a dolët më. Ore prit pak se s'bën pyetje më të rëndësishme. E vrau, me shumë mundsi trupi aty është akoma i vajt në Gjermani. Prit herë, a bët seks ju herë? Ë? O god, unë po të them as nuk u pusëm, ti thua bët seks. As u prek, as nuk u prek. As nuk u prek, as nuk seksi ishte shife me gjyrbis, nuk ke gjë këtu afër, nuk. Ndoshta ai ka qenë aseksual ose ndoshta inxhinierët nuk bëjnë seks e i kënd përqendrimi nga puna. Ndoshta ka mundsi, po ç'pun ka mund me të thuaj. Ndoshta ai ka dashur kur të bëni seks do të thonte thuaj që jam inxhinier. Po ti s'ia the kurr dhe ai nuk u josh kurr. Më mos 4 ditë në një shtëpi, fjetë të bashku, në një dhomë, në një krevat. Po në një krevat, po si me kushërinë, ke parë ata tërhiqte çarçafin kur Jo, flinte pa çarçaf sepse inxhinierët kanë vap. Se kam marrë dhe këtë detaj. Inxhinierët u mbulohen. Inxhinierët që kanë derro burra. O goca, po mirë tani, vjen çuni 20 e ca kusur vjeç. Vjen dhe për tu ndru, të shtëpia një goce që presupozohet se ti e ke qef, shkon dhe ndrohet në banjë. Po pse mi gru ku doje ti me undruaj? Ka qenë çun me namus, çun me sedër, ka pasi çik pashë ka pas tur. Pastaj problem të rëndësishëm që ndoshta do investiguar.
Mos ndoshta është Nuk mundi do ta investigon te goca se Dhe mirë bëre. Edhe nëse e ke vrarë, do ndihmojmë të fshesh trupin. Ai iku, domethënë, shqyr. Unë rilinda kur ai iku. Dhe atë ditë që kishte avionin e nisa një 5 orë para. E thash, diçka ik para, e thash se ka grev. Se nuk the. Ik para se inxhinierët duhet të ikin gjithmonë përpara. Po kisha dhe Max o goca, thash po na humb avionin, po na rri më shumë ditë këtu. Po një pyetje, do të thënë ju në një krevat nuk tentoj kur të puthe. Po jo më Gjesi, se na hëngre. Jo, nuk e kam prepi. A nuk e çoj kur muhabetin aty, as muhabet qoft? Jo, i vetmi muhabet që bëri është ai që unë ndjej që ti nuk e klik për mua, tha se unë i kuptoj sytë e femrave, tha se jam inxhinier. Të lutem. Unë ndjej që nuk e klik për mua, po unë do flek e shpjegote 4 ditë se do është. Po ai ka thënë unë erdha që erdha, po ndoshta me vërtet ai nuk ka ndier tension seksual si inxhinier që është. Jo. Betohu mbi këtë bllokun virtual të pamanualit që ti nuk po gënjen dhe nuk po shton asgjë për këtë historinë sepse duket shumë e pabesueshme. Goca ju betohem, unë ja tregoj shoqeve të mia dhe shoqet e mia thonë nuk ka shanse. Domethënë asnjë nuk e kupton sepse njerëzit nuk kuptojnë pse erdhin rreth parë. Inxhinieri pas ka shkuar në Gjermani për pas ka harruar të marrë lapsin e tij me vete. Po që goca me çdo gjë që shifte, çdo ndërtesë që shifte, çdo mur që prekte i bënte analizën me çatullash dhe llaçe që ndërtuara. Ati i pëlqen të preket me muret, nuk i pëlqen të preket me femra. Edhe nuk ka asgjë të keqe për këtë. Jo, duhet kërkojmë një term për njerëzit që tërhiqen nga muret. Inxhinier. O zot. Nuk e di. Që nga jo ditë që ai iku, folët më? Të shkruaj ti? Më ka shkruar vetëm një mesazh kur arriti në aeroport, që tha arrita në aeroport, nuk ja hapa kurrë dhe ka hedhur vetëm statuse në WhatsApp me punimet e tij të famshme të inxhinierëve. Thash se kishte hedhur ndonjë shprehje për të thënë ty shiko se do pendohesh që nuk arritet të më kapi mua. Sa shprehje ai dhe anglishtën e fliste me gishta. O goce, po ai ishte yll, më jep foton ti që na dërgoi Amelia. Ishte jo seriozisht. Na dërgoi foton Amelia atje dhe ishte i bukur, i gjatë. Qita i bjond, me ato sy. Edhe nga trupi mirë kështu. Ke nxjerrë në imësim se do ta mbyllim tani, ke nxjerrë në imësim, domethënë si goca është mos ftoni asnjë në shtëpi. Kush do të takoj? Kjo po skesi për zen nga shtëpia. Skesi për zen. Dhe merru vetëm me ata që përdorin stilolaps dhe jo laps. Dhe ata që din të lahen. Edhe pozitiv nga thonë të lahet. Të ketë dëshirë të lahet, e la unë. Faleminderit shumë që e ndave historinë me ne. Goca, ju lutem, jeni shumë të mira, suksese. Faleminderit shumë. Shumë e mirë të puçim shumë. Ne faleminderit. Ju puç edhe unë.